Pika e 5 është shqyrtimi i kërkesës për ndarjen e mjeteve buxhetore për zbatimin e masës 3.4, kupon ushqimi për familjet në nevojë në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike. Ndarja e mjeteve buxhetore në vlerë për 1 milion euro synon mbështetjen e familjeve në nevojë përmes masës 3.4, kupon ushqimi në kuadër të pakos ringjalljes ekonomike. Mjetet transferohen nga programi ringjalljes ekonomike në departamentin e skemave sociale dhe do të përdoren për mbulimin e kosteve sipas thirrjes së shpallur për përfituesit. Për më tepër e ftoj ministrin e financave zotëria Kuran Muratin që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Siç e theksoi kryeministri, bëhet fjalë pra për një thirrje e cila ishte shpallur më herët pra përgjatë vitit fiskal të kaluar, para pra përfundimit të vitit fiskal, mirë po meqense procesi nuk ishte arritur të përmbyllej, ndarja buxhetore e vitit të kaluar ka skaduar dhe tani duhet të bëhet të rindahet pra sipas këtij viti fiskal apo me ligjin buxhetor të këtij viti, në mënyrë që të përmbyllet procesi. Mirë po gjithsesi, me që ndërkohë kemi pasur pra edhe ndarje të portfoljeve dhe të përgjegjësive pra në 2 ministri që kanë derivuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, pra mjetet ndahen tek Departamenti i Skemave Sociale në kuadër të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare në mënyrë që të ekzekutohet si vendim. Faleminderit. Faleminderit, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet.